Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam mësimdhënësja Gonxhe Ejubi. Punoj në shkollën fillore Brac Fomigjeni. Sot do të kemi një njësi mësimore për klasët e 8-ta. Pra, cila është njësia mësimore që do ta kemi sot? Sot kemi të bëjmë interpretimin dhe analizën e një teksti. Teksti titullohet Malli i Atë-dheut. Kur vete njeriu i lirë, i vetëm, larg atë-dheut, viset e reja, ndryshimi i zakoneve, ëmbëlsira e udhëtimit e 1000 gjëra që vihen re ndër popujt të huaj, të gjitha këto ta përgëzojnë zemrën e të bëjnë jo ta harosh Shqipërinë, po të mos të vej tek jo aq dendur mendja. Më tutje, si ngopen syt së pari ndryshime, gazi shuhet pak nga pak. Pra këtu tek kjo pjesë tek hyrja e tekstit, pra më njëherë tregon autori se si njeriu i cili largohet larg atë-dheut, ai sheh në viset e tjera ndryshime të mëdha të zakoneve, e shijon atë ëmbëlsirën e udhëtimit dhe 1000 gjëra të bukura që ai sheh dhe i vë re tek popujt e tjerë. Mirë, po të gjitha këto janë shumë gjëra të mira për të ta përgëzojnë zemrën e të bëjnë jo të harosh Shqipërinë, po ndonjëherë që mos të vej mendja dendur aq shpesh mendja tek Shqipëria. Mirë, po me kalimin e kohës, pasi ashtu siç thot autori, pasi që ngopen syt së pari ndryshime, fillon që ajo dëshirë e madhe për atë-dheun e për vendin e huaj të shuhet nga pak dhe fillon që të bjerë malli për atë-dheun. Kalim tek pjesa e dytë, pra. S'di ç'të mungon, s'di ç'të duhet, një hije trishtim ta mbulon fytyrën. E pikë së pari, herë, pastaj më dendur, e më në fund shpesh e po thuaj kurdo e kudo. Kujtimi i prindërve, i miqve dhe i shokëve. Kujtimi i dheut ku lindëm e u ritëm, ku qanë foshnja e ku lozin djemt. Kujtimi i atyre maleve, larg të cilave nuk rondot mirë një shqiptar. Kujtimi i kombit që me gjithë ca të liga që ka, është kombi ynë, e më tepër kujtimi, dëshira e ecja e gjuhës son, ta shtrëngojnë e ta dërmojnë me të vërtet zemrën. Pra ashtu siç tham tek pjesa e parë, fillon një mall me kalimin e kohës të paraqitet tek njeriu i cili është në mërgim, pra, i cili është në vend të huaj, dhe fillon që të kesh një mungesë, fillon që të ndjesh një mungesë të madhe e cila është si një hije trishtimi që të mbulon fytyrën. Pastaj cilat janë domethënë momente të cilat fillojnë po thuaj shpesh e kur do të vinë në kokë. Pra është kujtimi i prindërve. Ja këtu që e kam bërë me një të kuqe, është kujtimi i prindërve. Pra i miqve, kur fillojmë që të kujtojmë prindërit të cilët i kemi lënë, miqët të cilët i njohim, të cilët shpesh herë ata interesohen për ne, ose kur kemi qenë, ata vazhdimisht kanë qenë bashkë me ne dhe tash nuk kemi miq atje ku jemi në dhe të huaj. I miqve, pra, dhe i shokëve. Kujtimi i dheut ku lindëm e u ritëm, pra duke menduar se ne kemi lindur aty, jemi rritur aty dhe tash e kemi lënë atë vendin, ajo më të vërtet është një çfarë mendimi i cili të copton zemrën. Pastaj ku qanë foshnja, ku lozin djemt, kujtimi atyre maleve, pra ku lozin djemt fëmijët nëpër rrugë, ku flasin gjuhën tonë shqipe, kujtimi atyreve maleve të cilët janë aq të bukura, janë aq mahnitëse, të cilët me të vërtet të rrisin edhe ende më shumë mallin për atë-dheun. Larg të cilave nuk rondot mirë një shqiptar, do të thënë larg këtyreve gjërave nuk rondot një shqiptar. Pastaj cila është më e rëndësishmja këtu, do të thënë tek pjesa e fundit e tekstit, është do të thënë aty më njëherë ku fillojmë edhe të vinë pjesët më të fuqishme, pra, të tekstit, pra është kujtimi i kombit, pra. Kujtimi i kombit, kur e mendon ti se, do të thënë, je shqiptar dhe ke lënë atë-dheun tënd, ke lënë dhe jeton në një vend të huaj ku ata as nuk të njohin dhe të konsiderojnë faktikisht si një i huaj, atëherë kjo, domethënë, i ka, domethënë, gjitha të ligat kjo dhe nuk mund të zëvendësohet me asnjë të mirë që ne shohim atje tek vendet e huaja. Dhe thot më shumë në fund, pra
çfarë është kujtimi, më në fund është dëshira e etja e gjuhës sonë. Kjo është ende më e fortë dhe më e fuqishme, ajo gjuha të cilën ti e ndëgjoje, dhe cilën e flasësh, të cilën e ke familjen, kujtimi i prindërve, ajo gjuha ti që e bën me prindërit, me fëmijët, me familjarët, atëherë këto, kujtimi i kombit, dëshira e etja e gjuhës sonë, kujtimi i kombit dhe dëshira e etja e gjuhës sonë janë ato, sipas autorit pra, të cilët ta shtrëngojnë e ta dërmojnë me të vërtetë zemrën. Pra, me të vërtetë, ata të cilët jetojnë jashtë e kuptojnë këtë shtrëngim, e kuptojnë këtë dërmim të zemrës së tyre, dhe ata mund ta sqarojnë edhe më mirë, sepse jeta i larg të dheut është me të vërtetë e vështirë. Ah, malli i Shqipërisë, malli të dheut të dashur, i shenjtë i mall, e dashuria e shenjtë. Kush është ai shqiptar që se ka pasur në dhe të huaj? Duhet të jesh jashtë Shqipërisë e të jesh larg për ta kuptuar se ç'forcë e ç'bukuri të ëmbël ka për veshët kjo fjalë, Shqipëri. Ajo më e zbrazura, ajo fjala më e vogël na sjell kur vjen nga Shqipëria një gas të parafyeshëm, se na sjell një copë të atë dheut. Pra, kjo është edhe pjesa përfundimtare e tekstit. Pra, malli është ai i cili për kombin dhe për gjuhën i cili ja thën zemrën njeriut vazhdimisht, malli i dheut është i të dashur, i shenjtë i mall. Domethënë, asnjë shqiptar nuk ka pasur mundësi që nuk e ka pasur këtë ndjenjë që ka jetuar jashtë dheut të huaj. Pra ky është edhe këtë tekst që ka shkruar është ky Faik Konica, sepse ai tërkohën ka jetuar jashtë dhe prandaj edhe ka përshkruar shumë bukur në këtë tekst se si është jeta të jetosh në dhe të huaj. Pra këtu më njëherë e shohim se duhet të jesh jashtë Shqipërisë, duke thotë që ta kuptosh me çfarë force dhe çfarë bukurie sot të ëmbël dhe kjo fjala Shqipëri është, dhe çfarë vendi i bukur është Shqipëria dhe çfarë lakmie ka. Ajo më e zbrazura, pra ajo fjala më e vogël, më e keqe nga Shqipëria që na vjen, thotë është një gas për ne, është një gas i parafyeshëm se na sjell. Pra, kjo fjalë na sjell një copë të atë dheut. Pra, me të vërtetë një tekst shumë i bukur përshkruar për vendlindjen, i cili është i larg të dheut, ka përshkruar një tekst për mallin e të dheut të dashur të tij, pra për Shqipërinë, dhe me të vërtetë është një tekst shumë i bukur që ka përshkruar Faik Konica. Pra, do të kemi një këtu në qoftë se keni njerëz të afërt, mund të ju që kanë qenë për pak ose shumë kohë larg atë dheut, bisedoni me ta dhe sillni në klasë mbresat e përshtypjet që kanë ata për mallin dhe atë dheut. Pra, ashtu siç edhe lexova këtë, në qoftë se keni ndonjë njeri të afërt, apo ndoshta edhe dikush prej jush është larguar një kohë nga vendlindja e tij, dhe ka jetuar jashtë, ose për një kohë të shkurt ka qenë diku, ata do të na tregojnë dhe të bisedojmë në orë edhe të sjellin mbresat dhe përshtypjet që kanë ata për mallin ndaj atë dheut, se si ata, çfarë malli kanë ata ndaj atë dheut, për çfarë ju bie malli më shumë. Do të bisedojmë në klasë për këtë çështje. Vazhdojmë. Pra këtë tekst ashtu siç edhe thash që ka shkruar Faik Konica. Faik Konica është një nga mjeshtrit e fjalës së bukur shqipe, me të vërtetë e pam këtë që tek teksti që ishte me të vërtetë një mjeshtri e fjalës së bukur shqipje. Pra dhe ai është një krijues i prozës moderne shqiptare, siç e ka përcaktuar Fanoi, pra ashtu siç edhe këtu është në ngjyrë, pra krijues i prozës moderne shqiptare. Mos ta harrojmë këtë. Proza e tij artistike shtyhet jo vetëm nga dashuria për gjuhën shqipe, por edhe nga ndjeshmëria e lartë artistike. Krimtaria artistike dhe publicistika e Faik Konicës tingëllon e fuqishme. Ajo është e qartë, e bukur dhe e natyrshme. Faik Konica, çfarë do të them veprimtaria e tij, krimtaria e tij artistike. Ai shkroi Gjuha jon, Helena e Trojës, Anës Liçenit e të tjerë. Vepra më e njohur e Faik Konicës është Doktor Gjilpëra, dhe i kam shkruar të gjithë veprat për shkak se këto janë më të rëndësishme dhe këto duhet t'i dimë. Pra të kemi
kujdes të dim pra se veprama e njohur e tij është Dr. Gjilbëra, të cilën do ta kemi një tekst në klasën e 9. Dr. Gjilbëra shëron Arifen e Zylfiqar Agajt, pra është një tekst shumë i bukur ku përshkruhet pra për Dr. Gjilbëran. Është vetëm një fragment. Vazhdojmë. Heroi pra i veprës është Dr. Gjilbëra. Pra ky është një intelektual i ri shqiptar që kryen studimet për mjekësi në Rusi e Suedi dhe ndodhet para zgjidhjes. Çfarë kishte domethënë të zgjidhte ai? Cilat ishin zgjidhjet e tij që duhej të bënte? Ja këtu në 1 dhe në 2. Në 1. E para zgjidhja që duhej të bënte, të qëndronte jashtë ku e priste një karrierë plot të ardhme. Apo e dyta, të kthehej në atë dhe e të ndihmonte në makëmbjen e tij, veçanërisht në përmirësimin e shëndetit të popullit. Pra kjo është zgjidhja e parë dhe zgjidhja e dytë është kjo. Pra, e para është që të rinte jashtë atë dheut, e dyta është që të kthehej në atë dhe. Edhe të ndihmonte për popullin e tij, për makëmbje. Po edhe për shkak se ishte doktor i vërtet, domethënë prandaj edhe i kishte emrin Dr. Gjilbëra, do të ndikonte në përmirësimin e shëndetit të popullit. Po si vendosi ai pra? Ai vendos të kthehet në Shqipëri. Atë dashuria triumfon mbi interesat vetjake. Pra, në qoftë se ai do të shkonte jashtë, do të kishte një karrierë shumë të mirë po ai do të shikonte vetëm interesat e veta vetjake, dhe ai nëse qëndronte në Shqipëri, atëherë do të triumfonte pra atë dashuria. Por ai ç'bëri? Ai pra vendosi të qëndronte. Se do të thonë shpjegojmë këtë pjesë pra pak të Dr. Gjilbërës, për shkak se me të vërtet ky tekst pra përshtatet edhe me tekstin e mësimit Malli i atë dheut, prandaj edhe desha kështu që të analizojmë pra personazhin e Dr. Gjilbërës. Vazhdojmë. Kthimi në Shqipëri e vë Dr. Gjilbërën përballë një realiteti tronditës dhe shtron para tij probleme që përfshin pamje të ndryshme të jetës shqiptare. Brenda një kohe të shkurtër, ai njihet me gjendjen e mjeruar të popullit, me padrejtësitë që bëhen në kurisë të tij, me aparatin shtetëror ku mbizotërojnë arbitrariteti, drama, intrigat, me në punës ignorante, anadollake e kështu me radhë. Në këtë shtet tragjik-komik, siç thotë edhe shkrimtari, opozitën e përbën njerëz që s'kan asgjë të përbashkët me ligjin dhe moralin. Pra, ashtu siç edhe tham, Dr. Gjilbëra do të përballet me një realitet mjaft të hidhur në Shqipëri, ku do të sheh një gjendje mjaft të mjeruar të popullit, ku domethënë kemi edhe teksti Arifeja e Zylfiqar Agajt, e cila burri i saj nuk e lejoi që ta kontrolloj mjeku atë, sepse ashtu ishte rregulli që doktori nuk mund ta shikonte, ti kontrollonte gratë. Dhe kështu me të vërtet ai u ballafaqua me një padrejtësi kundër grave, me një dram, një intrig, me njerëz ignorant, pra ashtu siç ishin qytetarët atëhershëm, po edhe ajo shkollimi që ishte shumë i ulët, prandaj edhe ishin deri në atë shkallë kishte arritur Shqipëria, me thënë një gjendje, pra ashtu siç edhe thash, një gjendje të mjeruar. Jeta e Faik Konicës. Të shohim pra jetën e Faik Konicës. Faik Konica lindi më 15 mars të vitit 1876 në Konicë dhe vdiq më 14 dhjetor të vitit 1942 në Washington. Ishte magjistër i artit dhe letërsisë, ishte një aktivist kombëtar dhe shkrimtar shqiptar. Rjedh nga një familje vjetër feudale, mësimet e para i mori në vendlindje në gjuhën turke, arabe dhe greke. Pra këtu e shohim që është një gjuhëtar i mirë, pra këtu studime pra i ka marrë në mësimet, pra i ka marrë në gjuhën turke, pra i ka njohur një shumë mirë gjuhën turke, gjuhën arabe dhe gjuhën greke. Gjithashtu ai ka ashtu siç ta mësoi në Shkodër, Konstantinopol, Francë, po edhe në SBA, domethënë këtu shohim edhe se ka jetuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Më vitin 1912 u diplomuar për letërsi në Universitetin e Harvardit të SHBA-s me medalje ari, ndërkohë që është cilësuar nga miqtë e tij si biblioteka lëvizëse. Pra, me të vërtetë një njerëz shumë i mençur, shumë i ditur, është në shumë gjuhë, pra ka shkruar dhe ka njohur shumë gjuhë të huaja, prandaj edhe jo rastësisht miqtë e tij i kanë thënë si biblioteka lëvizëse ja këtu në fund. Biblioteka lëvizëse. Kjo pra ishte sa i përket pra pak për jetën e Faik Konizës shkurtimisht, sepse ka shumë një jetë të përmbushur me materiale të cilët do të mundi t'i lexoni ndonjëherë, do të hyni në internet për të lexuar për jetën e Faik Konizës. Ju falimderit nxënës të dashur, ky është mësimi i sotshëm për mallin e atë dheut. Ditën e mirë.